Analisti politik Ron Gjinovci ka goditur rash për kandidaten për deputete të Lidhjes Demokratike të Kosovës Janina Mimeri. Kohëve të fundit kemi mujt me një emrin e bukur Janina tu laku nëpër mediat kosovare. Janina ka dalë me disa të dhëna profesionale dhe ka dëshmuar që Albini është njeriu i Serbisë. Për të disa të njerëz dëshmohet kjo gjë. Kësaj radhe përmes të dhënave profesionale nga dikush që po e njeh ka energjetikën si fush. Kjo njohësja shumë profesionale e energjetikës tha se Albini është kukull e mafisë energjetike të Ballkanit me bazë në Serbi. Aty u binda se ende rumja është tepër profesionale. Mas 2 ditësh kjo profesionista e të dhënave profesionale aderoi në LDK. E këtu ja vendosa vulën profesionalizmit të saj, sepse siç e dimë të gjithë profesionistat, akademikët, profesorat dhe gjithçka tjetër nga bota e intelektit, herët avon përfundojnë në LDK. S'kishte si mos me përfundu edhe profesionista e energjetikës, aty ku është vendi i kokave të gjithë fushave e veprimtarive. Kur hupën në zgjedhje, më falni, kur u degeneru në zgjedhje, se kjo humbje nuk ish. Kjo ish një degenerim politik i papam ndonjëherë. Pra kur shpifjet dhe rrenat profesionale të dhënave profesionale dështuan tanësisht, fajnja lan qytetarëve që nuk dinë, nuk kuptojnë, por shiten për 100 euro. Edhe këtu reagova unë kundër profesionistës së sapo aderuar te strufullogu i profesionistave. Thash edhe ju thon prap, majani në men emrin e fytyrën dhe ndëshkojeni në votimet e radhës. Kjo më pas ka reaguar analfabetisht dhe nga 1600 analfabetat të tjerë ja kanë ba like. Me këtë reagim, profesionistja ma dëshmoi se është një analfabete, si shumica e atyre që dalin në televizor në Kosovë. Kish marrë me shkru në standard, por kish probleme thelbësore në sintakse morfologji. E tash dikush prej jush thot, por edhe ti nuk po shkruan në standard, por ama unë me qëllim, sepse unë du me komuniku me popullin që e merr vesh gegnishten, e si jam interesu me u paraqit profesionist si ajo në fjalë. Tha që unë jam ekstremist i majt, a thu se është ofendim. Unë do të desha me kena aq i majt sa thot profesionista në fjalë, po nuk jam. Bile më vjen pak zor pse s'jam më i majt. Si rrjedhim me marr kompliment kur dikush më shes si shumë të majt. Me njerë mas akuzës si ekstremist i majt, më akuzoj që unë i ndërroj qëndrimet në varësi të sponsorëve. Kjo është një kontradikt logjike tepër elementare. Ekstremistat e majt simbas definicionit janë persona të pamarrur vesh e kryefort e nuk i ndrojnë qëndrimet e tyre. Bile mos ndërrimi i qëndrimeve përbën akuzën kryesore për ta. Mandej vazhdoi të thanë që në Kosovë pushteti udhëhiqet nga një ideologji e ekstremit të majt, po të ishte pushteti udhëhequr prej ideologjisë e ekstremit të majt, bankat nuk kishin dalë me fitim këto 5 vitet e fundit. As kishte me kënë Kosova, ndër të radhat vende pa tatim në dividend. A e shihni si nuk arrin me identifiku gabimin logjik të fjalive që përdor. Kjo është saktësisht çka analfabeti funksional ban zakonisht. Tha që pushteti dhe unë si komisari i pushtetit jena duke e bërë një konspiracion kundër Kosovës, po e zbrazin për të rinjve ashtu që me eliminu opozitën potenciale, pra të rinjt, e cila grup moshe voton mas shumë të lëvizjen vetëvendosje, grup mosha 45 e nalt, jo pra pikërisht e kundërta, vetëvendosja prej se ekziston aleancën kryesore e ka me të rinjt e këtij vendi, që pra dhe kontradita tjetër e analfabetes, vetëvendosja po mundohet me zbraz Kosovën nga votuesit e vet. Mandej tha se unë nuk bëj punë të vërtet, dhe me njerë në paragrafin pas këtij ku tha që nuk bëj kur far pune, tha se jam mjeshtër i marketingut politik. Për më tepër, Roni Albini me shok që dia u ngritën, janë mjeshtër të një marketingu politik, shkruan ajo. Komenti jem për logjikën e shmjerim, e ta është Zoja Zotni, shpike e re profesionistes, thot se Ron Gjinovci, Albin Kurti, Glauko Njufca dhe eksponentët tjerë bashkërisht kanë 0 ditë përvoje pune në sektorin real. Por si që dini, unë, Albini dhe Glauku jemi në sektorin imagjinar, na veç ju dokëm juve se na nuk jena për një me, ndërkaq që analfabetja pas ka kenë në sektorin real, kur ne kemi kenë 0, nuk e kuptova pse me fjalë dhe me numër po hajt nejse ditë përvoje pune. Të dashunit e mi, në këtë pikë jam i shokuar edhe vet, nuk arri me kuptu qysh dikush në shekullin 21 shkruan diçka të tillë me seriozitet të plot, për më tepër kjo dikush do të jetë sipas të gjitha gjasave përfaqësuese ajo në Kuvendin e Republikës, me guximin tipik të analfabetes, me gabime që s'po i theksoj më se u bën aboz, profesionistja e mbylli. Është një këngë kushtuar Ali Pashte Pelenës dhe emri Janin është i famshëm sot për shkak të tij. E kënga fillon me Janinës që pa në syt, e un po i them sot Janinës, Janin ç'na pa në syt me statusin tënd analfabetik.